Përshëndetje, jemi nga Tirana Today. Doja t'ju pyesja ku do I bëni pushimet verore këtë vit nëse keni menduar të bëni? Neve s'po bëjmë pushime verore, me kuj kemi ekonominë për të bërë pushime verore. Sa është buxheti, nuk mjafton? Financë. Me hangë buk jo me bë pushimet verore. Do I bëni pushimet e verës të vit? Po do I bëjmë? Ju mjafton pagat e juaja për të bërë pushimet e verës të vit? E të mërshme, më në gjithë se baba. Me këto nuk të shuin babën të dhe pensionisht. Këto të morin shpjetin. Ju del për të mbyllur muajin me gjërat bazike për jetë? 10 ditë, 20 ditë janë fale zotë, zhjetë se ka vjenë. Çmimet ju duken të larta? Krasime pagat janë 3 fish larta, e pa përballueshme. Jo, Arsye pse nuk I mjafton buxheti? unë jemi pensionista. Nuk ju ndihmojnë fare fëmijët? Jo, fëmijët janë kështu, të dobët ekonomikisht për vete. Besoj se po. Ku keni menduar të bëni? Në jug janë shtrejtuar, me thënë drejtën pak, por me sa kemi mundësi. Sa është buxheti që keni menduar të shpenzoni për pushimet? Neve më shqyqy që jetojmë jartë dhe vim me pushime, se te nuk përballohet. Keni menduar të bëni pushimet këtë verë? Po, patjetër. Ku keni menduar të bëni? Ne do të shkojmë në Turqi. Buxheti ju mjafton? Po mos e I mjaftueshëm në Turqi se sa këtu. Këtu janë çmimet në stratosferë, kështu që besoj që do jemi më mirë atje. Për të menduar kemi menduar, po varet edhe nga çmimet që kanë. Nuk ju mjafton buxheti? S'mjafton buxhet normale. Në jug. Buxheti mjafton për jug? Ku ka pushime me s'ka? Arsyeja nuk mjafton buxheti? S'ka lek. Pse të duken shtrenjtë çmimet? O, halati si. Ju e dini vetë, ju jini më të pas. Ku do I bëni pushimet e verës të vit? Unë nuk bëjmë pushime se kemi hallë, kemi probleme, kam kaluar 2 herë koronavirusin dhe kam për të paguar lekët e ilaçeve. Pra po thoni se problemi për ju është buxheti? Sigurisht, për kë? Për gjithë është buxheti. Për kë se nuk ka një çudi, janë shumë të tjerë që s'bën pushime, 60% e popullit shqiptar nuk bën pushime, pse mendoni se e bën asi? Duket se çmimet janë rritur shumë këtë vit. Sigurisht janë rritur, ato jo vetëm janë rritur, po janë në perspektivë për të rritur, ato po rriten gjithnjë, nuk është as se shikoni ju çdo gjë është rritur. Po, patjetër, pse jo? Ku keni menduar të bëni? Ku apo jashtë? Jashtë jo, për kismet nga Saranda. Ju mjafton buxheti? Po, sot kemi mundësi. Do I bënim.